Anduel Cauli rezulton në dokumentimin mediatik të kohës si pjesë e strukturës teknike të përfshirë në procesin e marrëveshjes detare të vitit 2009. Sot, ai figuron sërish në një funksion drejtues në sektorin e hartografisë ushtarake. Historia e marrëveshjes së rrëzuar nga gjykata kushtetuese ngre një pyetje institucionale, si është vlerësuar përgjegjësia profesionale e ekspertëve që morën pjesë në proces. Marrëveshja detare e Shqipëri-Greqi e vitit 2009 betet një nga episodet më të debatueshme të diplomacisë shqiptare të dekadave të fundit. Ajo u nënshkrua më 29 prill 2009 nga ministrat e jashtëm të atëhershëm Lulzim Basha dhe Dora Bakojanis, por nuk arriti të prodhonte efektet juridike të synuara. Më 15 prill 2010, gjykata kushtetuese me vendimin numër 15 e shpalli marrëveshjen të papajtueshme me kushtetutën. Regjistri zyrtar i gjykatës konfirmon vendimin numër 15 të datës 15 prill 2010, ndërsa teksti i publikuar i vendimit tregon se çështja ishte shumë më komplekse se sa një përplasje politike mes mazhorancës dhe opozitës. Problemi nuk ishte vetëm politik. Vendimi kushtetuese syri drejt për drejt në mënyrën se si ishte konceptuar delimitimi. Mes çështjeve të analizuara ishin plot fuqia për negociatat, përcaktimi i hapësirave detare, vijat bazë, konfigurimi gjeografik i brigjeve dhe metodologjia e përdorur për ndarjen. Një prej pikave kryesore të debatit ishte përdorimi i parimit të barazlargësisë. Gjykata analizoi nëse aplikimi duke patur parasysh konfigurimin konkret gjeografik çonte në një rezultat të drejtë. Në vendim trajtohen gjithashtu rëndësia e vijave bazë dhe dallimet juridike ndërmjet detit territorial, shelfit kontinental dhe zonave të tjera detare. Kjo është thelbësore për të kuptuar edhe përgjegjësinë institucionale të ekspertëve, sepse një marrëveshje delimitimi nuk ndërtohet vetëm nga diplomatët që ulen në tavolinën e negociatave. Pas vijës së hedhur në hartë, qëndrojnë koordinata, sisteme gjeodezike, pika bazë për llogaritje distancash, konfigurimi i brigjeve dhe specialistët që prodhojnë ose interpretojnë materialin hartografik. Dhe pikërisht këtu shfaqet emri i Anduel Caulit. Kush ishte Anduel Cauli në procesin e vitit 2009? Në raportimet e vitit 2014 për hetimin e marrëveshjes, Anduel Cauli identifikohej si përgjegjës i sektorit të artave digjitale në Ministrinë e Mbrojtjes. Shqiptaria.com e përfshinte emrin e tij në listën e personave të grupit që kishte asistuar procesin e negocimit. Edhe Top Channel, duke raportuar mbi hetimin penal, e rendiste Caulin me specialistëve që pritej të pyeteshin, duke e lidhur me sektorin e artave digjitale. Në të njëjtin grup përmendeshin diplomat, jurist dhe specialist ushtarak, mes tyre Ferit Hoxha, Gazmen Turdiu, Ilir Tepelena, Ledia Hysi, Kristaj Gërveni, Miranda Zeka, Ferdinand Berberi dhe përfaqësues të strukturave të kufirit. Pra nuk bëj fjalë për një proces të zhvilluar vetëm nga Ministria e Jashtme, në të ishin përfshirë edhe struktura teknike të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Institutit Gjeografik Ushtarak. Kjo ka rëndësi sepse pikërisht dhënat hartografike dhe gjeodezike janë baza teknike mbi të cilën ndërtohet një vijë delimitimi. Historia nuk përfundoi me vendimin e vitit 2010. Në vitin 2014, Ministria e Jashtme i përcolli prokurorisë materiale lidhur me procesin e negocimit dhe u regjistrua një hetim për marrëveshjen. Raportimet e kohës tregojnë se hetimi përfshiu zyrtarët dhe ekspertët që kishin marrë pjesë në përgatitjen e saj. Edhe Anduel Cauli ishte ndër emrat e përmendur në listën e personave që do të pyeteshin për rolin e tyre në proces, por këtu duhet bërë një ndarje e rëndësishme. Përfshirja në hetim nuk do të thotë fajësi. Sipas raportimeve të marsit 2017, Prokuroria e Tiranës e kishte pushuar çështjen që në tetor 2016. Arsyeja e raportuar ishte mungesa e elementeve të veprës penale nga zyrtarët e përfshirë në hartimin dhe nënshkrimin e marrëveshjes. Pra, nga pikpamja penale nuk rezulton një konstatim fajësie ndaj Caulit apo negociatorëve të tjerë, por kjo nuk e mbyll një pyetje tjetër, atë të përgjegjësisë dhe vlerësimit profesional. Sot Cauli është sërish në hartografinë ushtarake. Këtu historia bëhet aktuale. Një publikim i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës e prezanton Anduel Caulin si përgjegjës i sektorit të hartografisë dhe GIS në Institutin Gjeografik Ushtarak dhe si person me angazhim në procese të përcaktimit të kufive detar. Edhe literatura profesionale e vitit 2025 e identifikon Caulin si drejtues të sektorit të hartografisë në strukturën gjeografike ushtarake shqiptare. Në një punim shkencor të vitit 2025 mbi rolin e koordinatave në diplomacinë e kufive, ai figuron si autor dhe si Head of Cartographic Section në strukturën ushtarake gjeografike të Shqipërisë. Kjo dëshmon vazhdimsinë e tij profesionale në një fushë zakonisht sensitive për shtetin, hartografin, koordinatat dhe kufit. Dhe pikërisht këtu lind pyetja që Ministria e Mbrojtjes duhet ta sqarojë publikisht. Çfarë vlerësimi është bërë pas vitit 2010? Pyetja nuk mund të shtrohet në formën pse është ende në detyrë një person fajtor, sepse një konkluzion i tillë nuk mbështetet nga faktet. Hetimi penal u pushua dhe nuk rezulton dënim penal,
por mund dhe duhet të shtrohet ndryshe. A është kryer ndonjëherë një analizë profesionale individuale e rolit të ekspertëve teknik në marrëveshjen e vitit 2009? Kush përcaktoi koordinatat, kush përgatiti hartat, kush kontrolloi sistemet referuese dhe vijat bazë, kush analizoi efektet që prodhonte metodologjia e zgjedhur, a pati kundërshtime teknike brenda grupit shqiptar? A ekzistojnë proces verbale ku ekspertët kanë paralajmëruar për probleme dhe për rastin konkret? Cili ishte saktësisht kontributi teknik i Anduel Saulit? Këto pyetje janë të rëndësishme sepse përgjegjësia penale dhe përgjegjësia profesionale janë dy gjëra krejt të ndryshme. Fakti që prokuroria nuk konstatoi elemente të veprës penale nuk do të thotë automatikisht se çdo vendimarrje teknike e procesit ishte optimale, pa që rëndësishme është edhe e kundërta. Fakti që marrëveshja u rrëzua nga gjykata kushtetuese nuk mund të përdoret për t'i atribuar automatikisht një eksperti të vetëm përgjegjësinë për rezultatin e të gjithë procesit. Pikërisht për këtë nevojiten dokumentet. Dosja teknike është çelësi. Nëse Ministria e Mbrojtjes dëshiron të mbyllë këtë debat me transparencë, përgjigjja nuk duhet të jetë politike, duhet të jetë dokumentare. Duhet të bëhet e qartë se çfarë detyre kishte secili specialist i Institutit Gjeografik Ushtarak gjatë negociatave të vitit 2009, cilat harta dhe koordinata prodhoi, kush i miratoi, cilat rekomandime teknike ju përcollën grupit negociator, dhe nëse ekziston një vlerësim institucional i punës së kryer pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Kjo merr edhe më shumë rëndësi për shkak se vetë vendimi numër 15 fraksion 2010 vazhdoi të shërbente si pikë referencë për përpjekjet e mëvonshme shqiptare për negocimin e kufirit detar me Greqinë. Në vitin 2018, gjatë debatit për plot fuqinë e negociatave të reja, presidenca kërkonte pikërisht përcaktimin e qartë të objektit, metodologjisë dhe mënyrës së përdorimit të barazlargësisë dhe korrigjimeve të saj, duke ju referuar drejt për drejt pikave të vendimit të kushtetueses. Pra, gabimet apo problematikat e konstatuara në procesin e parë nuk janë thjesht histori. Ato janë pjesë e standardit juridik dhe teknik, mbi të cilin duhet të ndërtohet çdo proces i ardhshëm. Për këtë arsye, Ministrisë së Mbrojtjes mund t'i drejtojnë publikisht disa pyetje konkrete. Cili ishte roli dhe detyra konkrete e Anduel Saulit në grupin që punoi për marrëveshjen detare të vitit 2009? A mori pjesa ai në përgatitjen, përpunimin ose verifikimin e koordinatave dhe hartave, mbi të cilat u ndërtua delimitimi? A ekzistojnë proces verbale, raporte teknike ose opinione të hartuara prej tij gjatë negociatave? Pas vendimit numër 15 fraksion 2010 të gjykatës kushtetuese, a zhvilloi Ministria e Mbrojtjes një analizë të brendshme mbi punën e specialistëve të saj? A është bërë ndonjë vlerësim individual profesional për problematikat e evidentuara nga gjykata? Mbi çfarë procedure, kriteresh dhe vlerësimi profesional është emëruar ose konfirmuar Anduel Saulin në funksionin aktual drejtues në sektorin e hartografisë dhe GIS? A ka pasur kandidatë të tjerë dhe është zhvilluar procedurë konkurrimi për këtë funksion? Përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve nuk duhet të paragjykojnë askënd, por në çështjet që lidhen me kufit shtetëror, koordinatat gjeografike dhe sovranitetin territorial, standardi i transparencës duhet të jetë shumë më i lartë se në një emërim të zakonshëm administrativ, sepse në diplomacinë e kufive, një koordinat nuk është thjesht një numër në hartë. Ajo mund të përcaktojë se ku mbarojnë të drejtat e një shteti dhe ku fillojnë ato të një shteti tjetër. Dhe kur një marrëveshje e tillë është rrëzuar një nga gjykata kushtetuese, publiku ka të drejtë të di jo vetëm kush e firmosi, por edhe kush e projektoi teknikisht vijën ndarëse.